Balluku nuk është problemi, Rama është fajtori. Pezullimi i aveve kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë, Belinda Balluku, nga Spaku, është shndërruar në spektakël politik. Mediat dhe opinion publik flasin për fundin e karrierës së ministres, por kush flet për origjinën e problemit? Edi Rama, kryeministri që emëroi, e mbajti dhe e mbrojti për më shumë se një dekadë. Në çdo vend normal, ku një zyrtar i lartë akuzohet për korrupsion, pasojat e pritshme janë dorëheqja ose shkarkimi i menjëhershëm. Në Shqipëri, situata është e kundërta. Rama deklaroi me habi se Albania mbetet pa një avev kryeministër, duke e kthyer një akt të drejtligjor në krizë kombëtare teatrale. Balluku është pjesë e një modeli të gjerë. Para saj, avev kryeministra dhe ministra të tjerë u akuzuan për korrupsion dhe shumë prej tyre janë në burg ose në Arati. Fakti që kryeministri nuk e shkarkoi menjëherë Ballukun nuk është vetëm absurd. Është një provë kulturës politike të tij, ku përgjegjësia politike është opsionale dhe llogaridhënia një luks që nuk aplikohet. Hetimet për Ballukun lidhen me tendera miliona euro, si tuneli i Llogarës, 190 milion, dhe rruga e Unazës së Madhe të Tiranës, me akuzat e SPAK për manipulim dhe favorizim të firmave të caktuara. Gjykata vlerësoi rrezikun që Balluku mund të pengojë hetimet dhe vendosi pezullimin e saj. Problemi nuk është ministres. Problemi është sistemi që e mban të paprekur kryeministrin. Ai është që krijon klimë ku tendera, koncesione dhe fonde publike kanalizohen për interesa private. Pezullimi i Ballukut nuk pastron qeverinë. Ai vetëm ekspozon se kush është fajtori real. Dorëheqja duhet të fillojë nga kryeministri. Albania mund të dëshirojë të antarësohet në BE, por nuk mund të pretendojë integritet ndërkombëtar kur ministrat në hetim mbeten në detyrë dhe kreu i qeverisë e shndërron largimin e tyre në krizë kombëtare. Shqipëria nuk ka krizë sepse Balluku është pezulluar. Ka krizë sepse drejtuesit nuk kuptojnë çfarë do të thotë llogaridhënie dhe integritet.